Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Sot do të vim me një histori shumë të ndjerë, tepër të dhimbshme, me lotët e një vajze e cila nuk u sharrua kur nga dhimbja që u krijua në jetë. Mirdita Tiranë, po të shkruaj këtë letër sepse ndoshta është e vetmja dritare ku ne mund të hapim zemrën edhe t'i themi plagët që ne i kemi në shpirt. Desha dikë me shpirt, por u martova me atë që donte familja. Jetoj sot në Itali, larg çdo gjëje dhe larg çdo kujt. Në moshën time të re u dashurova pafund. U dashurova me një djalë që më ndryshoi botën, më ndryshoi energjinë, më ndryshoi jetën. Në ato net kur unë shkruaja me atë, flisja me atë, fleja me atë dhe zgjohesha me atë, mendoja që do të ishte djali i cili do të më ndryshonte jetën për 360 shkallë. Mendoja se unë do të vishja fustanin e bardhë dhe së bashku me atë në makinë do të nisnim rrugën e jetës. Por nuk ndodhi ashtu. Dashuruam si të marë, qam për njëri tjetrin, mall për njëri tjetrin, emocion për njëri tjetrin, dashurit madhe për njëri tjetrin, dhe ne përfunduam të ndarë. Përfunduam të ndarë sepse ashtu dëshironin vëllezërit e mi dhe baba im. Unë e doja aq shumë sa që brënda meje kishte një frikë që do të vjen dita e ndarjes. Sepse nga besimi që vi unë thuhet që atë që don më shumë atë ta merr Zoti. Dhe pikërisht ashtu ndodhi. Atë që e doja unë më së shumti, për shkak të vëllezërve të mi, për shkak të Timeti, ai u nda nga unë. Një dashuri që u ndërtua me mishe me thua. Një dashuri që luftoi për një ditë të lumtur, përfundoi me një mesazh. Me një mesazh lamtumire, duke mos kthyer kokën kurrë më pas. E thyer shpirtrisht, baba im dhe vëllezërit e mi vendosën që të më martonin sepse nëse unë do të martohesha, do të haroja atë që unë e kisha dashur me shpirt. Por nuk ndodha ashtu. Si mund të harosh dikë që ti e do me zemër? U bë një dasëm e madhe. Të them të drejtën, nuk është se kam investuar shumë në pamjen time ndasëm ose fustanin e bardhë, sepse nëse ka patur ditë më të rëndë të jetës time ka qenë ajo. Të martohem me dikë që nuk e dua dhe zemra të më re akoma për dikë që unë sot që shkruaj këtë letër e dua shumë. Ditët kalonin, vështirësia po rritej. Po fleja me një njeri që nuk kisha pikë ndjenje. Edhe aktet e marrëdhënieve kur i bëja në martesë, i bëja me ndjenja tek ai tjetri. Jetoja me të, fleja me të, ndiqja profilin e tij të Facebookut, shikoja fotografitë dhe pash edhe fotografinë e martesës së tij. Sepse ai u martua 2 muaj pas meje. Ai e di shumë bukur që unë linda dhe fëmijë, por edhe unë e di që dhe ai është bërë prind. Do me thënë i dim gjërat e njëri tjetrit, nuk është që nuk i dim. E di shumë mirë se më ndjekën dhe më sheh. E di shumë bukur që i hap fotografitë e mia. Sepse të njëjtën gjë bëj edhe unë te ati, do me thënë energjia na ndjek. Por për shkak të vëllezërve të mi,
edhe të babait tim. Unë sot po marr në qafë një njeri i cili fatkeqësisht është bërë pjesë e kësaj historie, i cili as nuk e ka menduar ndonjëherë që unë do të dashurohem tek ai, apo ndoshta im shoq mendon se unë vdes pas ti. Dua t'i them ati djalit me inicialet B.P, që e di shumë bukur se kush është, që në fund nuk më dëgjove, nuk më le që unë të shprehem, nuk më le që unë të flas, më dënove. Dhe sot dua të t'i them publikisht, unë kam vuajtur për ty sa që se kam menduar ndonjëherë se edhe për veten do të vuaj. Të kam dashur me shpirt, të dua edhe sot. Isha në gjendje të sakrifikoj për ty, të ik me ti në qoftë se ti do t'ishe dakord. Por ti këtë gjë nuk e bëre. Ti thjesht u largove nga unë vetëm me një lam të mirë. Dhe sot të dy vuajmë, të dy qajmë. Unë jam e bindur që ato fotografit familjare të lumtura që ti nxjerr, pas asaj fotografie fshihet dhimbja që ti e ke në shpirt, sepse nuk mund të harrosh një njeri që e ke dashur me zemër dhe që je përkushtuar pafund asaj dashurie. Ndoshta një ditë kam shpresën që do të rikthehemi përsëri. Ndoshta një ditë do të puth përsëri. Ndoshta një ditë do të përqafoj përsëri. Ndoshta një ditë do të marr mesazhin tënd. Edhe do të them që kam mëkatuar, po le të bëj mëkat. Sepse dua që të vdes në këtë botë më mirë e mëkatuar se sa me një dhimbje që çdo ditë po mëkatoj. Që çdo ditë po vuaj. Që çdo ditë po kaloj dhimbjet më të mëdha shpirtërore. Këto janë tmerret që unë po i përjetoj çdo ditë vetëm për të vetmin fakt. Që ty të dua pafund dhe ti je zemra ime. Unë e di që ti nuk më beson. Unë e di që ti ke krijuar një fotografi shumë të rëndë për mua. Por shpirtin tim e kam të pastërt. Edhe e di që do të vijë një ditë që ti do ta kuptosh se sa shumë unë të dua, se sa shumë unë luftoj për ty dhe sa shumë unë kam nevojë për lumturinë tënde dhe energjinë tënde. Do të mbetesh bebushi më i bukur për mua, siç të kam thënë gjithmonë. Edhe sot, edhe pse jam nën, unë akoma të dua, akoma të mendoj dhe akoma jetoj me shpresën që një ditë do të takoj, një ditë do të vi pranë teje dhe një ditë do të jem sërish të lumtur siç isha atëherë, kur buzëqeshja pa frikë, gëzoja ditës edhe natës pa frikë dhe jetoja të gjithë momentin e jetës time pa frikë. Nëse do t'isha kthyer edhe një herë mbrapa, nuk do ta kisha bërë të njëjtin gabim. Sepse sot un po vdes dhe po vdes për së gjalli dhe nuk ka më keq sa të jesh në një shtëpi ku ti nuk je e lumtur, nuk je e dashur dhe ti po vuan çdo ditë vetëm për një shpirt që të përndjek nga kudo ti ku je. Dhe duke besuar në energjinë, energjia gjithmonë të jep një sinjal kur ti e do dikë shumë për ta kuptuar që është me ty, të ndjek ty dhe dëshiron të jetë brenda teje. Dhe pikërisht këto sinjale unë i kam.
Dhe unë e di që ti, siç e thash më parë, kontrollon çdo gjë timen, sepse unë kam besuar në dashuri dhe unë besoj që nuk ka shpirt që mund të gënjej. Më vjen keq për bashortin tim i cili ka rënë pre e kësaj situate, por unë jam e gatshme edhe sot të lë dhe fëmijën tim vetëm për të qenë pranë teje. Ky është një mesazh publik që unë doja ta dedikoj për ty që sakrifikova gjithçka edhe ti më në fund nuk më dëgjove. Ike pa lam të mirë, më le mua të vetme. Kjo është e vërteta ime. Kjo është letra që të kushtoj ty.